Bismillahirrahmanirrahim. Po vazhdojmë me tutje të flasim për surën Isra, gjithmonë në atë përpjekjen tonë për ta madhështuar Kur'anin dhe për të nxjerrë pa vlerat edhe madhështitë. Një prej gjërave që e pikasim tek surja Isra është edhe madhështia e tauhidit dhe domethënë reflektimet e tij në jetën tonë. Ne mundohemi vetëm një herë të kthehemi tek këto orientime, tek këto këshillat, të cilat ne i emërtuam me një fjalë, në mejdan është turcia. Allah e manduar dhalika mimma uha ilayka rabbuka. Shife prapë dukem vëllazër. Realisht urtësia e plot arrihet vetëm nëpërmjet edukimit edhe mbikëqyrjes domethënë së hinorës. Karshineve një prej surave të bukura që Allah e manduar me ka zbritur Kur'an është surja Luqman. Realisht subhanallahu surja Luqman është surja e urtësisë. Ato subhan Allah e manduar i qaset ma gjërësirë kësaj puna, dhe elif lam mim, që di subhanallahu se këto suret që fillojnë me këto shkronjat enigmatike, janë me të vërtetë subhanallahu shumë të fuqishme. Janë si me thënë mund të parezistueshme, apo jo, s'di, problem. Secila sure që i përmban këto shkronja është një mend është domosdoshmë e papërshkrueshme, është unikale. Domosdoshmë as është unikale në ndërtim, në strukturë, kontekste, në qëllime, në mesazhe, ndërthurja është e hatashme. Tilka ayatul kitabil hakim, e ka thënë Luqman, surja e Luqmanit, aty njeriu të madh, kupton, alayhi salam, i cili ka qenë i urtë, dhe quhet Luqman i urtë. Tilka ayatul kitabil hakim, ai urtësinë ka arritur pikërisht duke u bazuar, duke ecur në konditat, orientimet, udhëzimet dhe frymëzimet e këtij libri madhështor. Tilka ayat, tilka lamul bu'd. A kupton, domethënë ajetet, orientimet, shenjat, edhe argumentet edhe faktet e këtij libri janë madhështora, kupton. Janë të paprekshme. Kupton, janë të pathyeshme. Kupton, janë domethënë kështu që vlejnë për secilën kohë, libër universal. Tilka ayatul kitabil hakim. A kupton, libër i urtë, kupton. Libër i mbushur, i stërmbushur, secili ajet me urtësi. Ne minimalisht i kemi 2236 vlera në Kur'an. Ne ende vëllezër fatkeqësisht, në Kur'anit vazhdojmë të qasemi me mjete, edhe me shpjegime, edhe me elaborime shumë të vobekta. Andaj tilka ayatul kitabil hakim, ka zbritur urtaku subhanahu wa taala. Këtë libër madhështor i cili është i mbushur dhe i stërmbushur me urtësi, hudan wa rahmatan lil muhsinin, është udhëzim i plot, i gjithanshëm, e kupton, i gjithmbarshëm, wa rahma dhe mëshirë vëllezër. E duhet me kultivu mëshirën tek populli ynë. Ligjerimi ynë është pa ligjerim, domethënë, i cili zakonisht edhe shumicën e rasteve na lidhet me atë anën e imazhit. A vetëm vëllezër po prodhojmë musliman që janë brutal, musliman që janë të verbër, musliman që janë të egër. Hudan wa rahmatan lil muhsinin, vëllezër. Na duhen dy tipare me kultivu tek nesi musliman. E tek nesi thirrsa në veçanti kur ligjerojmë dhe kur ju flasim të tjerëve. A kupton, qëllimi me qenë udhëzimi të tjerëve dhe e dyta, mëshirë vëllezër. Me nis ligjëratën tonë, ligjërimin tonë, këshillën tonë, angazhimin tonë me mëshirë. O marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kjo para dyta lil muhsinin, me qenë bamirës. Me pas ideal bamirësi vëllezër. Me pas ideal me gëzu dikën. Pejgamberi thotë pi punëve më të mëdha është me fut gëzim, idkhal surur. Me fut gëzim zemrën e besimtarit, zemrën e njerëzve. Me u lehtësua atyre hallet, brengat e kështu me radhë. Kjo është madhështia e tauhidit. Allahu çka thot tek surja Isra? Wala taj'al ma Allahi ilahan akhar. Shifë subhanallahu madhështia e tauhidit dhe reflektimet e tij. Gjitha këto punë realisht marrin kuptim edhe mirë bëhen në formë më të mirë pikërisht në masën se sa është prezent edhe se sa ka zonë vend tauhidi, në shmeria e Allahut më nushëm zemrën tonë. Andaj e gjejmë njerin më të guximshëm, njeriu më të pathyeshëm. Njeriu i cili ka qenë gjithmonë i gatshëm për të ndihmuar tjetrin. Ai kurrëherë kur është thirrur për të ndihmuar diku vëllezër nuk ka kalkuluar sa më takojnë mua e çka përfitoj unë. Jo vëllezër. Kur e kanë marrë dhe kur i kanë propozuar diçka që është në dobi të njerëzve, ka qenë i pari. Ata ka qenë garues i madh domthonë në kryerjen dhe zbatimin e punëve të mira. Andaj shumë herë i kanë thënë shokët e tij se kush ja largon e kush ja zgjidh këtë hall këtij atij e ka kësh problem edhe kësh problem. A thonë Elbasi e ka një fjalë bukur thotë, "Mon që të shkoj me vllahun tim, atë muslimanin, me ato që është në nevojë."
e t'ia zi domthon e t'i ndihmoj rreth një halli e problemi, është më e dashur për mua domthon se sa ti krye 1000 haxhe domthon vullnetare, kupton? Çive shalere. Tu qëndronësia, wala taj'al ma Allah ila al-akhir. Nëse tauhidi nuk është çështje skolastike, a kupton? Nuk është objekt domthon elaborimi edhe shpjegimi 500 ligjërata, 1000 ligjërata, 1200 ligjërata, më 20 vite shpjegim teorik, 50 vite shpjegim teorik. A kupton? Domthon vetëm reciklim, edhe plagiatura, kupton? Edhe përshkrim. Jo vëllazër, tauhidi është jetë, është zbatim me këtij kuptimi në jetën tonë. Andaj unë kam shkuar Abu Jehli dhe shahadeti. Ku i është thënë Abu Jehli, pse nuk po thuaj la ilaha illallah? Thuaj la ilaha illallah. Thuan transmetim që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shkon te domthon për ditë lume. Shkon në shtëpinë e tij në trakiste. Dilte edhe e shete pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E mallkonte, Zoti vrap patjetër edhe sada. Kështu domthon i drejtohej pejgamberit. Çka e bënte pejgamberin për natë? Ti shkonte tek shtëpia von këtij armikut për vetuar. Kuptimi i saktë të tauhidit. Sa jemi ne të gatshëm domthon të sakrifikojmë në rrugën e Allahut atë. Që to është reflektimi i madh i tauhidit atë. Andaj kur ju tha Abu Jehli thuaj la ilaha illallah dhe kaç mbaron kjo punë. Çka ka domthon nevojë ta shtym edhe më tutje këtë armiqësi. Ndaj e me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Thuaj la ilaha illallah kaç mbaron atë. Jo tha, pse? Se la ilaha illallah tek ata domthon nën kuptonte si më thon, marrjen e privilegjeve që i kishin përvetësuar padrejtisht. Ata e kishin përvetësuar domthon kamatën, e kishin përvetësuar domthon hakun edhe mallin e të tjerëve. E më mbanin padrejtinë dhe udhëhecinë dhe pushtetin. Pikërisht për shkak të manipulimit që u kishin bërë masave dhe njerëzve. Andaj la ilaha illallah tek ai nën kuptonte që prej sa të tutje, ato gjëra që i ke marrë edhe i ke përvetësuar padrejtisht duhet me i kthy në shtet. Do të bëj kthy njerëzve që të mund që i ke lënë pa asgjë, kupton? Kjo është, andaj tha nuk mund të më thon la ilaha illallah. Se kur thon la ilaha illallah duhet goxha do gjona që unë i bëj, i zbatoj, i kam disa vese zakune duhet me i lënë, duhet me i braktis, duhet më zhvesh për tyre. Ja unë këtë se bëj dot apo. Prandaj nuk them dot la ilaha illallah. La ilaha illallah nuk është fjalë, nuk është me mbyt njerëz, nuk është me ngrit shpatë, nuk është me ngrit slogana, kupton? Ose moto. Jo vëllazër. La ilaha illallah është jetë, është sakrificë, është ideal, është vetmohim, është gatishmëri domon për të sakrifikuar e për të dhënë. Kjo është kuptimi dhe kjo është reflektimi i saktë. A kupton? Edhe i vërtet i tauhidit edhe i njëshmërisë së tij në jetën tonë reale. Tjetër shembull e kem kamatën e Abbasit. Pejgamberi tha kamata e parë që unë e vënë në këmbët e mia. E çronjosi e bëj të pavlefshme qëllar. Kamata e Abbasit ka qenë më i afërt i pejgamberit alayhis salam. Shefe reflektimin e madh që ka tauhidi në jetën e përditshme. Sa duhet me kultivu këtë tauhid brenda Ramazanit? Jo pikërisht për shkak se jemi agjeruar të bëhemi më të zymt. Bëhemi domethënë sa më dembela, sa më pasiv. E kundërta. Tauhidi është në shërbim, domethënë Ramazani është në shërbim të tauhidit. E nëse mesazhet e Ramazanit nuk kanë arritur domethënë që të na funksionalizojnë, jemi larg atij reflektimit të vërtetë të tauhidit. Kjo është pak a shumë si më thon ajo pika tjetër. Do mundohemi në gjëra të tjera, ca dhe më shkurtër, flasim edhe për disa prej temave dhe mirësive që na jep kjo sure falas. Allah i rujtë, faleminderit shumë.